Me një ceremoni festive në sallën e sportit Rinia, është përmbyllur me sukses edicioni 4 i shkollës verore 2026, projekti organizuar nga Komuna e Gostivarit, i cili edhe këtë verë mblodhi mbi 300 fëmijë në aktivitete edukative, sportive dhe argëtuese. Për gjatë një muaji, pjesëmarrësit patën mundësinë të zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre përmes punëtorive të ndryshme, lojrave edukative dhe aktiviteteve rekreative, duke e zhndëruar periudhën e pushimeve verore në një hapësirë mësimi, krijimtarie dhe socializimi. Në ceremoninë përmbyllëse morën pjesë fëmijët, prindërit, mentorët dhe përfaqësues të Komunës së Gostivarit. Me këtë rast u vlerësuan rezultatet e këtij edicioni, ndërsa organizatorët shprehin mirënjohje për të gjithë ata që kontribuan në realizimin e projektit, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të kryetarit të Komunës së Gostivarit, Valvon Limani, për rëndësinë e këtij projekti në zhvillimin e fëmijëve dhe angazhimin e komunës për avancimin e arsimit, foli udhëheqësja e sektorit për arsim, Blerina Mazllami. Sot po përmbyllim me sukses një tjetër edicion të shkollës verore, e cila ishte një mundësi e çmuar për të mësuar dhe krijuar përvoja të reja. Falenderoj mentorët për përkushtimin, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët që kontribuan në realizimin e kësaj shkolle verore. Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë nxënësit, të cilët me energjinë dhe angazhimin e tyre i dhanë kuptim kësaj shkolle verore. Ne si komunë do të vazhdojmë të mbështesim iniciativa që nxisin dijen dhe zhvillimin e të rinjve, sepse besojmë se investimi në arsim është investimi më i rëndësishëm për të ardhmen. Ju uroj të gjithëve suksese dhe pushime të mbara verore. Në përmbyllje të aktivitetit u ndanë certifikate dhe mirënjohje për të gjithë nxënësit, pjesëmarrës dhe instruktorët që kontribuan në mbarvajtjen e shkollës verore. Përfaqësuesit komunal uruan fëmijëve pushime të mbara verore, duke ritheksuar se investimi në arsim, zhvillimi të rinjve dhe krijimin e mundësive për edukim cilësor do të vazhdojnë të mbetet një ndër prioritetet kryesore të Komunës së Gostivarit.